Një ngjarje e rëndë është shënuar në fshatin Psikopat të Pogradecit, ku një 12 vjeçar është përdhunuar nga një 67 vjeçar, po nga njëjti fshat. Ngjarja e rëndë ka ndodhur para 4 muajsh, por ajo zbulua vetëm pas vizitave mjekësore, ku mësuan se e mitura tragjikisht kishte mbetur shtatzën. E mitura në prandinë e psikologut është pyetur mbrëmjen e së martës për orë të tëra në prokurori, ku ka rrëfyer të gjithë ngjarjen dhe se si autori identifikuar si 67 vjeçari Rushan Selko kishte kryer aktin e rënë në banesën e tij. Gjatë kësaj periudhe ajo ka rrëfyer se nuk u ka treguar prindërve, pasi ka qenë në terror të vazhdueshëm nga 67 vjeçari, i cili e kërcëndonte se do ta vriste. Menjëherë pas dëshmisë, policia e Pogradecit ka vënë në prang autorin. Fqinjet dhe të afërmit e të moshuarit teksa tregojnë se Rushan Selko është babai 4 vajzave dhe gjysh, shprehen se janë të shokuar nga kjo ngjarje. Thonë se e kanë të vështirë ta besojnë pasi autorin e njohin si njeri pozitiv. Rushani si burro shumë i mirë. Ne s'kemi ndjerë gjohë, asgjë s'kemi ndjerë. Familjen tjetër. Mësohet se e mitura tashmë ndodhet nën kujdesin e prindërve dhe psikologëve pasi është në gjendje tepër të rënduar psikologjike.